Përshëndetje teleshikues dhe libra lexues në episodin e radhës të Pikë Takimit me mua Marko Merajn dhe me mua Kosta Kole, ku sot jemi në një lokal pak më ndryshe. Jemi në një cocktail bar. Dhe duhet theksuar se nga çaji kalu prapë ke alkooli. Nga vera se radhë jemi me bira, kështu që gëzuar. E nisim me këtë pikë së pari. Na bashkoi alkooli. Gjerim, shtrëngim. Po, na lirohet i çik në çdo rast. O çuna. Një alkooli? Shumë i mirë. Dha mush edhe herë se po na I pin këto. Kështu vjen njerëzit Edhe birrën te noveli kur vini, jo vetëm koktejl. Ke emisionin ta, po vazhdo pastaj do pish u frysh. Sot ne flasim për një person që a është krijuar për bindësh gjatë rrugëtimit të tij tjetës apo është I lindur I tillë. Tani Kosta, Si çdo episod tjetër. si çdo episod ne flasim gjithmonë me këto njerëzit me probleme. Po, janë njerëzit me probleme që ne Kur diskutojmë. do vinë ai episod që të transferohesh dhe dinën për bindesh apo ti gati je për Unë jam për bindësh. Ja. Ne jemi për bindësha. Si mendon? Vazhdojmë çik tani. Po, si mendon? Vazhdojmë librin apo s'ke marrë akoma? Jo, vazhdo. Si mendon tani Kost për librin I huaj? Tani unë këtë libër do ta theksoj që është një nga të preferuarit e mi. E kam reklamu në TikTok, në Instagram me ato ndërthurjen që bëjun me humorin. E di se kam bërë like. Shumica do t'jenë fillu ta lexojnë vetëm sepse unë kam fillu dhe këtë ndërthurjen. Humor plus letërsi. Dhe normalisht që do kuptoni çdo gjë që them tani. Autori Albert Camus shkroi për një njerëz që nuk përshtatet me rregullat emocionale të botës. Mersoi, protagonisti, ai nuk qan kur duhet të qaj, ai nuk gënjen kur duhet të gënjej dhe nuk aktron si gjithë të tjerët. Dhe për këtë arsye bota e gjykon më shumë për indiferencën se sa për krimin. Në anën tjetër ne kemi Arturin, një njerëz të thyer, Arturi është Jokeri. I tallur gati çdo ditë dhe një njerëz që nuk lindi Joker, por ai u shtyt drejt Për rrugës. Pra, po ta kthejmë çik tek filmi, ai ka dhe atë Tourette syndrome që gjatë gjithë kohës qesh. Rri. Ajo është gjëja më epike Po, ai film. Ajo është pika kulminante e filmit, që aty fillon Ai filmi. Po. Film. Por që prap të dy kanë të njëjtin problem, por që gjithë secili prej tyre e bën në një mënyrë. Dy bashkë? Absolutisht. Për bashkë këta. Sepse secili zgjedh mënyrën e tij për të dalë kundra shoqërisë, le të themi, që ata I rrethon. Pra, Merson nga njëri krah zgjedh heshtjen, pra I mbyllet në vetvete, nuk flet, nuk reagon, kurse Jokeri në krahun tjetër qesh me çdo gjë që ndodh, ai qesh me çdo problematik që ai sjell, jo më kot dhe është dillën aq I famshëm që njihet kudo. Dhe vetë Arturi tek filmi e zgjedh atë gjatë gjithë rrugës, pra qesh, shikon problemet e shoqërisë, ato vazhdojnë të përshkallëzohen, kurse nga ana tjetër nëse marrim rastin e Heath Ledgerit që luan Jokerin, ai vazhdon me atë psikozën që ai ka, pra thjesht tregohet vazhdimësia e Jokerit. Te libri, protagonisti Merson vret pothuajse rastësisht. Ishte thjesht një moment absurd, dielli nxehtësia, tensioni dhe një shkrepje arme Ndaj kokosh. që përfundovi në atë që përfundoi. Ose, ta bëj pyetje? Se gjatë gjithë kohës Sigurisht. mendojmë. Pra në gjitha episodet që ne kemi folur është pse simpatizojnë këta persona, pse njerëzit simpatizojnë Jokerin si villen, edhe kundër Batmanit. Sepse ai përfaqëson zemërimin e një njeriu të zakonshëm. Flasim realitetin. Pra ti thua që ai nuk Njerëzit nuk duan vrasjen. edhe- Absolutisht. Po duan hakmarrjen. Po mirë, po Mersolti nga ana tjetër pse të intrigon pra ty si lexues, meqense është një nga librat e të Sepse ai është brutalisht në pra në atë që ai realitetin e vet. Shumë brutal honest, si I thoj. Po, kurse Jokeri Ai nuk luan teatr social. Ne dim se sa rrall ndoftë. Po, edhe madje kur e shikojmë nëpër lajmin në jetën reale, ne na bën shumë çudi. Ndërkohë në film te Jokeri ose edhe vetë vepra e Camus të duket si një gjë që ka thjesht një faqe tjetër e librit ose që nga një sken tjetër e filmit. Merson, të duket I ftohtë dhe pse duhet ta kuptojmë ne atë? Pse duhet ta kuptojmë ne që ai është I ftohtë? Se duhet ta kuptojmë që ai ka probleme. Ai na tregon neve sa shumë gjykojnë njerëzit që nuk ndihen si ne. Po mirë, po pra
ti thu që këta janë thjesht viktima të shoqërisë. Njëri është viktimë e Po, shoqërisë. kurse tjetri është e absurditetit që ka këtu tek. Po, dhe të dy tregojnë se sa kuptim ka bota kur njeriu mbetet vetëm. Po, bota s'do të jetë asnjëherë kuptim. Jo, ka kuptim kur ngelesh vetë. Nëse ke atë Gëzuar për novel. gëzuar për novelën, gëzuar për Jokerin dhe për Merson. Shko, te i huaj, krimi është i rëndë, por gjykimi bëhet akoma dhe më i rëndë. Shoqëria nuk dënon vetëm vrasjen, por dënon më shumë mungesën e lotëve të Mersojit, sepse na dy kemi njëri sot gjatë gjithë kohës, ai nuk çan kur duhet të qaj. Për këtë arsye gjykojmë. Kurse Jokeri qesh aty kur s'duhet. Që Jokeri shoqëria nuk pret gjyq. Jo, thjesht Ajo krijon shoqëria, domethënë ka kriju këtë monster dhe pastaj habitet kur mostra del në rrugë. Ja, për shembull, kur ke qenë ti i vogël dhe ke pa Jokerin në kukulla flasa, ti jete kështu si stres, si ankthar dilte. Patjetër. Së tjetër ti je shef edhe është ai klon, kështu edhe. Pavarësisht se ajo qesha të tërmë akoma dhe më shumë. Mirë, pa ajo është ideja. Ta shoqëria krijon monster, pastaj trembet kur mostra del në rrugë. Të dyja këto vepra mbin dakord në një pikë të përbashkët, pra është arsyeja pse ne i kemi zgjedhur që Jemi ne vetëm për të përbashkët. po, nuk kemi ardhur për të zënë me njëri tjetrin, se dyshoj se doni ta shihni që unë dhe ky të zihemi. Ndryshe do kërkoj udhër mbrojtje pas. Me policin telefon. Tani, njeriu thyet fillimisht nga brenda, pastaj ai vendos që ta shpërtej nga jashtë rreth shoqërisë që ai ka. Dhe kur flasim për shoqëri, nuk po flasim për shokë e shoqe, por po flasim për shoqërinë e një vendi ku ai jeton. Problemi nuk është kur një njeri bie, por Problemi është kur askush nuk e pa që po binte. kjo është ideja. Like, subscribe, share. Te, Bravo, miku im, e ke qarë, është e pa parë me Darkucin. Qo, Camus e shkroi të libër si pjesë e filozofisë së absurdit. Ideja e që bota nuk t'i jep kuptim dhe ti duhet përballesh me këtë bështik. Por, shiko, kurse Jokeri e bën këtë gjë thjesht e modernizoi, sepse ai ishte një njeri që nuk kishte vend në atë botë ku ai jetonte. Ta kesh parasysh. Por ai zgjedh dhunën si pjesë të identitetit të tij. Duke nisur nga fundi i filmit të Jokerit, Joaquin Phoenix, duke marrë parasysh dhe fillimin e filmit The Dark Knight me Heath Ledger. Mersoi pranon realitetin, ndërsa Arturi e djeg atë. Po, njëri thot bota nuk ka kuptim, kurse tjetri do bëhem unë kuptimi botës, zgjidhja, bam, mes TV show që ai ishte, dhe Sa mirë që s'bie dielli kusur. se do vinte ai Mund arabi, të ishte ai moment tension. edhe Afrohen afër, tre me mund gjuj, bam! Cili është më i rrezikshëm, ai që vua në heshtje apo ai që vendos të bëj botën të vuaj me të? kjo më parë në se si e shikon. Kur ti e vuan, Ka arsye. se ka 4 ky dhe 2 unë 6, jemi 2 veta me 6. Shiko, varet si e shikon, ai që e shikon në heshtje, në fillim e vuan nga brenda, pra është i gjithë mesazhi që ne duam të përcjellim. Ai në fillim e vuan nga brenda dhe më pas të nxjerr jashtë, të gjitha të frustrimi. Kurse ai që vendos ta bëj botën të vuaj, ai thjesht ka thënë, unë kështu jam, këtë personalitet kam, edhe këta tjerë s'është se janë më mirë se unë. Le të jem unë ai që marr flamurin dhe vendos ta bëj këtë gjë, të jem unë i pari, edhe tjerët vinë vetë nga mbrapa. Dhe tek fundi i filmit, te Jokeri, të gjithë e përgëzojnë Jokerin që ishte ai mentally unstable, ishte ai që i rrezikshëm, ishte ai që i patrëmbur, ndërkohë ai ishte gjithë filmin, gjithë jetën e tij, ai ishte i trembur. Po nëse shoqëria, Margo, do vepronte po i saj me ty të arrinte të transformonte në një monstër, do kishe vepruar i saj si Joker. Për arsye edukative duhet të them jo. Cila është gjëja më interesante te ky libër? Mënyra se si nis libri. Fjalia e parë e librit më saktë, që thot sot më vdiq mami ose mbas e diell, nuk e di. Pra, Po e lexon këtë tek fjali, domethënë libri nis me këtë fjali. Sot më vdiq mami ose diell, nuk e di. Ç'a kupton ti? A di ç'a Direkt kupton? me fjalinë e parë. A di ç'a kupton? Që ai ja kishte vënë vizën, Po s'ka duhet parë. që ai ja kishte vënë vizën gjithçka e rreth tij. A nuk duhet të Nuk është një njeri pa pikë emocioni, pa pikë ideje, dhe po ta vësh re, dhe tek filmi Joaquin Phoenix. Është skena të autobusi, që ai qesh gjatë gjithë kohës dhe i kthehet një nga
pasagjerët dhe i thotë që boll qeshet, ai thjesht i tregon atë letrën. Pra, është një rutinë në jetën e tyre, aq e ftohtë, Ky aq është mësuar për absurde. vdekjen e tij, mos i ka ardhur një telegram domethënë. Ka dhe një fun fact, si gjithmonë, fakt interesant që Camus përpara se të shkruante këtë libër, e di çka ka qenë? Portier futboll. Ishte atje të Calçet. Sa marrë për Po Calçet. të ishte gjatë ta kishte marrë te Calçet se kemi, po ky është fakt shumë interesant. Që para se të bëhesh shkrimtar, ka qenë portier futbolli. Po, jam qenë Dhe mbrojtës. ky si shumë shkrimtar tjerë ka qenë me sëmundje mendore. Përgjithësi këta shkrimtarë më të mirë ose kanë qenë me Kam pas probleme luhat e mendore, tensioni. ose cop ekonomikisht në borxhe të shitur. Ndërkohë, ne që jemi kështu rrafsh nga këto dyja. Dhe mos harroni, nëse një shoqëri vazhdon të tallë të thyerit, një ditë do të trembet nga ajo që ka krijuar. Pa, kjo është e vërtet. Dhe shihemi në faqe tjetër ose në kaosin tjetër. E mbyllim këtë episod me paqe kësaj radhe, mos harroni. Like, share, subscribe në kanalin tonë të YouTube-it më Baba na hu. Hub. Nga unë Kosta Kolli, Dhe unë Marko Meraj, ky është episodi. Faleminderit. ndiqni në shumë episode të tjera. Salutisht. Pafshim. Po marr.